Pasi ka kaluar me shumë sukses turin gjysmëfinal të fazës play-off duke eliminuar Teutën e Durrësit me 2 fitore radhazi, vllaznia e basketbollit meshkuj nis këtë fundjavë ballafaqimet e turit të dytë duke u përballur në gjysmëfinale me ekipin e Tiranës, një klasike e basketit për meshkuj që vazhdimisht është shoqëruar me luftë të fortë sportive në fushën e lojës dhe po ashtu në tribunat e tifozëve. Sipas kalendarit të Federatës Shqiptare të Basketbollit, sfida e parë gjysmëfinale do të luhet në Pallatin e Sportit Farie Hoti të kryeqytetit, mbrëmjen e së shtunës së 25 prillit, ndërsa e dyta në Pallatin e Sporteve Qazim Dervishi të Shkodrës të mërkurën e ardhshme me datë 29 prill, ndërsa e treta sërish në Tiranë me datë 2 maj. Ishte pak e vështirë në fushën e Teuts, por që kaluam me sukses dhe jena gojë rritë Tiranën. Po Tirana është një ekip i vështirë, kena luajtur me ta dhe gjatë sezonit rregullt. Gjithashtu kena po edhe videot gjatë ndeshjeve të kaluara kundër Tiranës dhe dim që komo kanë vështirë. Po jena gati me lujt, fokusohen te vetja edhe me ndeshjen. Mendoj që komo kanë vështirë, kena me ndeshja parë komo kanë vështirë, por mendoj që në fund komo dal vllaznia në finale. Nuk fokusohemi fort te ndeshjet e tjera, fokusohemi te puna jonë dhe kurdo që dalim para vetëm lujm. Në fund, Amerikani i vllaznisë, Julian Bryant, flet edhe për përvojën pozitive që po kalon në Shkodër dhe mundësinë e vazhdimit të bashkëpunimit me klubin kuqeblu. Shkodra është një qytet i bukur, kam kaluar mirë gjatë kësaj kohe, edhe me ekipin jam kënaqur shumë, kena pas kimi të mirë dhe shpresoj të kalojmë mirë deri në fund.